Prej vitesh, rrugët e fshatit Vukatan janë në gjendje të amortizuar, të mbushura me gropa që vështirësojnë qarkullimin e banorëve. Situata bëhet edhe më problematike gjatë ditëve me reshje kur gropat mbushen me ujë dhe rruga bëhet pothuajse e pakalueshme, sidomos për fëmijët që shkojnë në shkollë. Edhe pse në këtë zonë jetojnë rreth 1000 banor, infrastruktura rrugore mbetet në kushte të dobta dhe larg standardeve të nevojshme. Banorët shprehen se në rrugën e Varrezave, në segmentin që lidh fshatin me Kuqin, si dhe në rrugët e brendshme nuk është ndërhyrë asnjëherë nga institucione shtetërore, përveç disa përpjekjeve modeste nga vetë komuniteti. Ata i bën thirrje pushtetit vendor që të kthejë vëmendjen drejt kësaj zone, e cila sipas tyre ka mbetur prej vitesh jashtë hartës së investimeve. Rruga është tani jetën ishtu. Është problem shumë? Problem bolle kena. Problem tani jetën se pa shtruar kena. Si para 100 vjetëve. Bjen shi, ban gropat ca gazepi, s'ka lat as me makina, as me çufmi shkollë, as kurrë. Bashkësi kërkojmë thirrje si me na shtru rrugën, sa më por. A morët është sa vjetë, rruga ishtë, cop. Ashtë më shqesu se rruga vetë jotë. Do në me shku fëmija dhe me shku në shkollë. Jo në fëmija në shkojnë në kopë, shkojnë në shkollë. Mulla kama, si thuti, rrinë të në ditën. Të sa vjetë që është gjemur marbur, pashe. I to dhe këna zorile, sa i shtres holë ko. Ja për këtu dhe atje. 2010 në shru atje që gara ujë shumë. Edhe pse ky shqetësim është ngritur disa herë në kronikat e TV1 Channel, deri më tani nuk ka patur asnjë reagim nga institucionet përgjegjëse. Ndërkohë këto rrugë përshkohen çdo ditë nga 10 automjete dhe ndërhyrja për rikonstruksionin e tyre mbetet një nevojë urgjente, ndërsa në terren kanë mbetur vetëm premtimet.